Kemi zhvillimeve politike e më konkretisht asaj se çfarë ka ndodhur përgjatë ditës së sotme në seancën plenare. Do të zhvendosemi në ambientet e kuvendit pasi do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë zotin Erjon Malaj, deputet i Partisë Socialiste. Zoti Malaj, përshëndes. Shumë faleminderit që na e bashkuar. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Po nis me njëherë pa humbur kohë, duke marrë parasysh edhe faktin që e di që seanca vijon dhe nuk do doja që të pengoja në punën tuaj. Në pjesën e parë të seancës ditën e sotme, një nga diskutimet ose le të themi që ka ndezur edhe debate ka qenë pikërisht diskutimi për sa i përket zotit Niko Peleshi, i cili u rikonfirmua në krye të kuvendit pasi mazhoranca rrëzoi kërkesën me shumicë votash nga ana e opozitës për shkarkimin e tij. Një çështje në fakt e cila pati shumë diskutime, apo jo Malet, cili është këndvështrimi yt lidhur me këtë dhe ka pasur diskutime që mund të ketë pasur dy rrjedhje votash nga mazhoranca ose nga PSD, cilën ne nuk kemi se si ta konfirmojmë, megjithatë janë thjesht çështje burimesh. Cila është qasja juaj mbi diskutimin që u bë pikërisht për zotin Peleshi? Atëherë, unë mendoj që pati një qartësi tek ajo çfarë tha apo tek fjala që mbajti zoti Gjiknuri si përfaqësues i mazhorancës edhe në Këshillin e Legjislacionit ku unë jam njëkohësisht pjesë. Ai shpjegoi me shumë përpikmëri se nuk ka patur asnjë shkelje as të kushtetutës, as të rregullores në kryetari kuvendit, madje analizoi ato pika të cilat pretendoheshin nga opozita si shkelje. Fillimisht opozita pretendonte se ndryshimi i ligjit, ndryshimi i rregullores, nuk duhet ndodhte, por unë ju rikujtoj që ata e dinë shumë mirë që rregulloria e kuvendit nuk është ligj, por rregulloria e kuvendit pikërisht ndryshohet nga kuvendi që është në vetvete një institucion sovran. Pra ne jemi këtu për të bërë dhe rregullat tona, dhe rregullat e kuvendit janë këto, dhe rregullat e kuvendit në ndryshim nga ligjet nuk shkaktojnë pasoja në qytetar të tretë. Dhe gjykata kushtetuese e ka thënë se rregulloria e kuvendit është një akt sovran i kuvendit dhe kuvendi, duke qenë institucion sovran, është në gjendje të ndryshojë rregulloren e vet. Pika tjetër ishte njëkohësisht diskutimi që u bë për ndryshimin e komisioneve. Kjo gjë ishte diskutuar ishin marrë masa, komisionet ishin njoftuar në konferencën e kryetarëve, ku ndodhen edhe kolegët e opozitës, dhe ishin marrë masa në gjitha palët për antarët që do të bënin pjesë në këto komisione. Prandaj nuk kanë se si më pas të trajtohet si një mospasje informacioni apo ndryshim i rregullave të lojës, nuk është as pak ashtu, nuk është shkelur as një lloj neni, as në kushtetutë, as në rregullore dhe askund nga zoti Peleshi. Prandaj absolutisht qëndrimi ynë ishte shumë i qartë. Bëra edhe një parashtrim përsa i përket diskutimit në momentin e votimit. Edhe pse kërkesa vinte nga një numër më i lartë le themi i deputetëve të opozitës se sa momenti i votimit, ku vetëm 10 prej tyre votuan. Mendoj që ata patën një paqartësi aty, apo nuk e di se çfarë, për këtë duhet pyesni kolegët e mi të opozitës, por pati pretendim aty nga ata se kishte paqartësi në momentin e votimit, gjë që tek ne nuk pati, ndaj nuk di t'ju them asgjë për këtë, duhet pyesni kolegët e opozitës. Zoti Malaj, po për dy votat e tjera të cilat nuk i dim se kush ka votuar, ke një mendim? Nuk kam asgjë për t'ju thënë për këtë, është diçka për cilën s'kam as informacion. Thjesht ne jemi aty për të mbështetur kryetarin e kuvendit, e rrëzuam kërkesën e opozitës, ashtu siç ishte konform gjithë rregullave dhe kushtetutës veprimi që kryetari i kuvendit bëri gjatë gjithë javës të kaluar dhe javët e mëparshme, prandaj nuk shoh asnjë problem për këtë gjë. Paralelisht do doja nëse është e mundur, se kam edhe vështirësi në komunikim sigurisht zoti Malaj duke qenë edhe në distancë bëhet pak më e vështirë. Një element që lidhet me çështjen e raportit të institucioneve të drejtësisë në kuvend. Shumë diskutime edhe lidhur me këtë çështje. Ju personalisht, edhe duke konsideruar le themi të gjithë
të gjithë këto, po edhe veten tuaj si një pjesë e deputetëve të rinj, çfarë qasje keni lidhur me institucionet e drejtësisë, me mënyrën se si her pas here i referohemi atyre, por edhe punës së tyre nga ana tjetër, keni një këndvështrim lidhur me këtë? Po unë qasjen tim në fakt e bëra publike sepse unë bajta një fjalë gjatë debateve që u zhvilluan në rastin konkret për SPAK-un, ku absolutisht të gjithë kolegëve në kuvend i kërkova që këtyre institucioneve drejtësisë patjetër u duhet lënë gjithë pavarësia për të ushtruar funksionet e tyre. Janë institucionet të rëndësisë veçantë, unë gjykoj që askush nuk duhet që t'i vërë këto institucione në pozitat vështira, qoftë nëpërmjet presioneve që mund vinë nga aktorë të ndryshëm në politikë, në media apo nuk e di se nga, por ajo çfarë është më e rëndësishme është që të kuptojmë qartë se politika është aty për të ndihmuar institucionet e drejtësisë që të kryejnë funksionin e tyre dhe nuk janë institucionet e drejtësisë në shërbim të politikës, përkundrazi janë dy gjëra totalisht të ndryshme dhe secili ka punën e vet. Kjo ka qenë qasja ime dhe këtë e kam shprehur edhe në kuvend dhe kjo është qasja që ka Partia Socialiste dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Ne absolutisht jemi në mbështetje të këtyre institucioneve dhe njëkohësisht nuk ndërhyjmë as pak në punët e këtyre institucioneve. Mendon që është cënuar në ndonjë moment, flas gjithmonë vetëm në nivel retorike, në nivel qasjeje apo edhe komentesh të cilat mund të jenë bërë. A është cënuar në një farë forme kjo çështje e privatësisë, e pavarësisë që institucionet e drejtësisë kanë? Pra, a duhet të jenë më kujdesshëm ligjvënësit për sa i përket mënyrës se si i drejtohen pikërisht këtyre institucioneve? Po, unë mendoj që duhet kuptuar qarta si funksioni që ka gjithë secili prej nesh. Ne në kuvend jemi ligjvënës dhe kemi funksionet tona, ndërkohë institucionet e drejtësisë, e thash dhe po e përsëris, kanë funksionet e tyre, punën e tyre dhe janë institucionet pavarura. Në fakt kjo qeveri dhe kjo mazhorancë i ka mbështetur jo vetëm me burime njerëzore, por edhe nëpërmjet buxhetit këto institucione pavarura dhe do vazhdoj që ta bëj për sa kohë është një ndër pikat më të rëndësishme tek të cilat mbështetet vendi ynë, që është lufta ndaj krimit të organizuar, ndaj korrupsionit dhe në përgjithësi reformimi i institucioneve drejtësisë për t'i patur ato gjithmonë më të barabarta me institucionet drejtësisë të BE-s, e cila është familja që ne aspirojmë t'i bashkohemi së shpejti. Çështja e Bashkimit Evropian do të jetë një nga më të vështirat në thonjza përsa i përket kësaj legjislature, pra që është edhe një nga obligacionet kryesore sikurse edhe është trajtuar deri tani? Është objektivi ynë kryesor dhe sigurisht që gjithë vëmendja jonë është aty, ne do të bëjmë gjithçka për të arritur në kohë gjithë ato objektiva që kemi vënë vetes dhe që na janë vënë nga Bashkimi Evropian. Jemi të bindur që mund t'i arrijmë me shumë punë, sigurisht, po mund t'i arrijmë të gjitha këto kërkesa dhe të arrijmë të plotësojmë kriteret duke mbyllur më pas të gjithë grup kapitujt që kemi çelur dhe njëkohësisht duhet dimë që është në interesin e politikës në përgjithësi të qytetarëve, pra të gjitha forcave politike dhe gjithë mbar vendit që Shqipëria të bëhet sa më shpejt pjesë e familjes së madhe europiane dhe duke qenë se jemi të gjithë për një qëllim, mendoj që është një objektiv i arritshëm dhe për cilin ne absolutisht do bëjmë gjithë detyrat tona. Qartë, zoti Malaj, unë falenderoj shumë që e gjetë kohën për ta zhvilluar këtë intervistë së bashku edhe në këto kushte në të cilat jemi. Besoj dhe shpresoj se do të kemi mundësi të tjera në vim pse jo për të zhvilluar biseda të tilla në studio. Faleminderit. Me kënaqësi, faleminderit juve. Unë të mbarë mirë, i kthehemi në studio për të vijuar me lajmet, do ndalemi